Aktori i njohur i humorit dhe këngëtari Beskallaku ka publikuar sërish foto në rrjetet sociale me partneren e tij të re, duke rikthyer vëmendjen pas ndarjes së bujshme nga këngëtarja Xhensila Myrtezaj. Në imazhet e publikuara, Kallaku shfaqet duke e përqafuar partneren, ndërsa identiteti i saj mbetet ende i panjohur. Megjithatë, në fotografi dallohen flokët i gjata bjonde të vajzës, pa u zbuluar portreti i saj. Postimin, aktori e ka shoqëruar me një mesazh emocional: "Ti më riktheve besin dhe ma zbukurove jetën", të shoqëruar me një simbol zemre. Një tjetër detaj që ka tërhequr vëmendjen është një unaz në gishtin e vajzës, çka ka nxitur spekulime në rrjet për një hap të mundshëm drejt fejesës, megjithse një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga vetë artisti. Kujtojmë se Beskallaku dhe Xhensila Myrtezaj kanë qenë një nga çiftet më të njohura të showbizit shqiptar dhe janë prindër të 2 fëmijëve, Ajka dhe Amen. Pas ndarjes është përfolur se Xhensila ndodhet në një lidhje me këngëtarin Ledri Vula, megjithse detajet mbi këtë raport mbeten të pakonfirmuara zyrtarisht.